Festivali Rafsha 2026, një fest që na bashkon. Kur kënga dhe vallja bëhen zëri një tradite të lashtë, malësia merr ngjyrat e festës. Më 21, 22 dhe 23 gusht, Vitoja mirëpret Festivali Rafsha 2026. Defileja në sheshin kryesor të Tuzit pranë monumentit të Gjergj Kastriotit. 20:00 netët e festivalit në Vitoj. 3 net me këngë, valle, kostume, emocione dhe krenari shqiptare. Keni mundësin gjithë që të na vizitoni me datat 21, 22 dhe 23 gusht pikërisht këtu në Vitoj, të shihni bukurinë e folklorit tonë shqiptar edhe të shihni bukuritë e malësisë patjetër. Festivali Rafsha 2026, edicioni 7. Tradita jon, krenaria jon.